I braktisur thuajse të rësisht nga mosha e re në rrugët e fshatit Ponçar në bashkinë e Bilishtit, sheh vetëm të moshuar që ndihen të vetmuar dhe të përmalluar për fëmijët e tyre. Gjithashtu ata thonë se ndihen të pashpresë se të rinjt mund të kthehen një ditë në vendin e tyre të lindjes, pasi largimin dhe braktisjen e fshatit e lidhin me papunësinë. Magneti që i tërheq ata drejt vendit të tyre është vetëm malli që i sjell gjatë pushimeve të verës, duke gjallëruar dhe mbushur fshatin plot, ashtu siç ka qenë dikur. Fshati jonë njihet fshat i mirë. Në fillim ka pasur 250 familje. Tash i mund të jenë 200, se janë larguar, ja djalim, për shumë, çdo njeri ka ikur. Ne me pleqeria, ca pensionistë, ca me bujqësinë, me këtë merë. Po shqyqër jemi mirë. Po ti po këtu çfarë të bëni? Ti je gazetar. Të vjen un gazetare, ka vend punë tjetër? Jo. Janë me bakice. E do gjej ku të kem rahat në të vetë të punoj, të roj, të mbaj familjen, të rritë fëmijë. Kështu është, do na mbajnë në plejtë. Ka të rime për gjysmit kanë ikur. Kanë ikur. Me se të jetojnë këtu. Ka para, s'ka. Po ku kanë ikur? Greqi, në për shtetet. Do venë që të punojnë që të rojnë, si të bëjnë. S'ka punë këtu. Çfarë vështirësish hasin kryesisht të rinjt këtu? Po çfarë do ashtu të rinjt, ja, ikin andaj edhe. Me se të merren këtu. S'ka me se merren këtu. Pak. Ku kanë ikur? U Greqi, emigrim. Gjermani, Francë, Po pse ikin? për se ikin. Pa ata din me ku e diun. Unë, ka. Ka dhe fushë. Kemi tokat. I mbjedhëm misër, fasule, panxar, patate, nga të gjitha. Si ja bëni ju? E po, azana se mësuan ata. Azana nuk e mësuan dot, të rinjt. Ne na mbeti tash që në kohën e veror që zanat e adim radhën. Nuk ka, ikin. Pjesa me madhe të rime shkojnë në emigrim. Në Greqi, Gjermani, Francë. Po pse largohen? Po pse, është e qartë për arsye ekonomike. Që ka në shirësi, këtu me bujqësi pak merren. Sepse në bujqësi kosto e prodhimit del shumë e lartë. Për arsye të punimit të tokës me mekanikit. Po kosto e fitimit? Kosto e fitimit. Po të mbjesh një dynim gror, po more 5 kuintal gror të mbetet 1. 30.000 leka. Qarë. Kështu që ata janë detyruar të largohen. Fshati ka qenë shumë i popullar me njerëz, me të rinj, sot nuk u ka. Ju fëmijët ku i keni? Me fëmijët Greqi. Kanë të ardhur ekonomike, rinë ikin. Se s'ka me se rojnë këtu, me se dhe rojnë këtu. Me 2 dylim tokë që nga dha qeveria. E ardhë një drejt renjes. Nuk ka të ardhme të përparoj vendit. Ky fshat nuk është i vetmi që po përballet me shpopullimin masiv të të rinjve. Plaga e shpopullimit është një fenomen që ka prekur të gjitha fshatrat në vendin tonë. Të gjendur përballë vështirësive dhe papunësisë, të rinjt kanë zgjedhur të largohen nga vendi i tyre, madje banorët thonë se edhe ata pak të rinj që kanë mbetur në fshat nuk tregojnë interes për bujqësinë, por interesi vetëm i tyre janë rrugët e emigracionit si e vetmja mënyrë për të arritur qëllimet e tyre.